Hej, a e din orën që nxën shpesh 01 01 10 10 11 11? A don me ditë domethënien e tyre? Kjo është një video për ty. Nëse e nxën shpesh orën 01 01, domethënien e kësaj ose mesazha për ty është që një fillim të re është duke nisur. 0202 besoj proceset që po ndodhin në jetën tënde. 0303 energjia jote po harmonizohet me diçka më të madhe. 0404 mbrojtja hyjnore është me ty, mos ki frikë. 0505 përgatitu për një ndryshim që është duke ardhur. 0606 balansi ose ekuilibri ndërmjet shpirtit dhe materjes ose jetës fizike është e nevojshme. 0707 je në rrugën e duhur, vetëm vazhdo përpara. 0808 Boleku është duke ardhur hapu për me pranu. 0909 një cikël është duke përfundu, lëshoje. 10-10 universi ose gjellësia janë duke dërguar sinjale për një ngritje të re. 11-11 porta e manifestimit është e hapur, fokusoje mendjen. 12-12 po hyn në nivel të ri ndërgjegjësimi. 13-13 transformimi është i panshpangshëm për çfarë? 14-14 disiplina dhe përkushtimi do të të çojnë larg. 15-15 një ndryshim në marrëdhëniet tua është duke ndodhur. 16-16 një rënje para një ngritje të madhe. 17-17 je i mbrojtur, forcat hyjnore janë me ty. 18-18 karma po vepron, jepni energji pozitive. 19-19 një fazë e jetës është duke përfundu, bëru gati për tjetrën. 20-20 gjithçka ndodh në kohën e duhur, ki durim. 21-21 është koha për të marrë kontrollin e jetës tënde. 22-22 manifestimi është pranë teje, beso në fuqinë tënde. 23-23